këto. Këtë pjesën qëto që ka godit në këtu. Pjesën këto ka godit, një këto, një këtë pjesën këto ka godit. Edhe bashkëshortën tëne na tregove që e kanë për ndjek. Po, për cilë e kësaj dhe ka shtëpia, për qytet e ka jem dollë krejtëm ka për cilë. Edhe në këtë pjesën të shien, edhe në pjesën e kotit porat e lartë, edhe në kotin e dytë atje, që tu ka ndesh në marrë me folja cim këtu, edhe shihet këtu me centimetra. Ta krejti kam planifiku, edhe me ndrem kuën e policisë ku ndrohen, a vedin që me pas vënesa policia e krejt. Një mëngjes i zakonshëm për Lirdan Osmani nuk thyen në tmerr. Ai pretendon se me datë 22 prill u sua brutalisht nga dy persona të maskuar para syve të vajzës së tij të vogël, teksa po e çonte në qerdhe, por ky nuk ishte fundi. Vetëm disa më vonë shtëpia e tij u qellua me Kalashnikov. Policia ka sekuestruar një motociklet me 4 rrota që besohet të jetë përdorur nga i dyshuari për të realizuar sulmin e armatosur. Liridoni beson se këto sulme lidhen me një konflikt të vjetër. Ai thotë se familja Gërbeshi, të cilët edhe i akuzon për të dyja sulmet, duan që prona e tij të bëhet e tyre. Dhe sipas Osmanit, ata kanë zgjedhur t'i marrin ato nëpërmjet dhunës e sulmeve. Zoti Osmani, para 4 ditë shtëpia juaj është me armë zjarre, me çfarë po i shohim edhe shenjat e pavë që janë shtëpi. Apo na tregoni se çka ka ndodhur me doten 21 qershor. Me 21 qershor dhe rreth orës 22:58 minuta ka pasur një sulm në shtëpinë tonë. Praneshëm kanë qenë vetëm prindrit në këtë pjesën këtu, se u dallu se u konë dhe drita dhezën për faktën e një gjësura më herët jem dollë për shtëpia, po qysh ka pështu informata aty se ata ka menu që edhe jem shtëpi. Se më herët nuk kena që dujna kom mësafir të një familjarë të dafën, sa ata me siguri kanë menu që zakonisht e qesë edhe mrapa shtëpie veturën, ata kanë menu që e kam mrapa shtëpie se sëllmi këtu kanë do dhumë të prindve që konë drita dhezën edhe dhumën tema në kotën e parën ato lartë. Edhe do më unë sa ki sëllmi të ka qenë krejt familja, ju veçënë, unë e pas edhe para një mujë që më kanë duhet sëllmi, po këtu ka qenë ca ke sëllmit krejt familja. Ku shukan këtë domën këtu që the që u kanë drita dhezë? Prend kanë qenë. Prend në doma? Boba ka qenë këtë pjesën këtu, e nonga ka qenë atë pjesën atje ka e merë një ullëse për më falë jacin, për disa centimetra, fatmirësisht nuk e ka godit plumë. Po shien edhe shenjat e plumbave që kanë kalu, dritare, pjesën e naltë në morë? Po, edhe në këtë pjesën këtu shien, edhe në pjesën e kotit porat të lartë, edhe në kotin e dytë atje ka dijen goditjet e plumë që kanë... A vazhdojmë në pjesën e brenda shtëpisë dhe të shohim për... Në rregull. Qysh kanë kalu plumbat, edhe me na tregu ma ndej edhe pozicionin ku u ka nana, se tregove që ajo për pak sa ka pështu. Po. Baba ka qenë këtë pjesën këtu, nona ka qenë këtë pjesën këtu ka e mërë ullësën për me falë jacin, se shihet për disa centimetra se ka godit fatmirësisht një pej prejdav, edhe po në dijet shajat ato. Këtu edhe në këtë pjesën këtu ma lartë ka qenë, po ma rrezikshme ka qenë qaja. Këtë pjesën këtu, se shihet edhe pej jashtë, edhe në pjesën kotën e parë ato në dhumë tamën. Ato dijen shajat, edhe këtë dhumën tjetër. Nona ka kanë shumë afër këtu. Po disa centimetra, se që tu ka ndesh në marrë me folë jacin këtu, edhe shihet këtu me centimetra, ta është 15 centimetra, 20 s'pëdi për apërsisht, por rrezikë u konë... Real, ashtu. Po besoj që dy prindrit e kanë përjetu ranë, se edhe nuk e kanë pritë. Po, ja, normal që se kanë pritë, e kanë përjetu, e jo veç në prind që normal që e kanë ndodhë këtu, po edhe krejt këta këshia këtu e kanë, se me gjuhë, shambull, rreth orës 11, pa 2 minuta, hajt njerës të në gjumë, nuk me ditë në qa bo. Se normal prinda jesë diskutuat në masërone e kanë përjetu këta. Që janë kanë të praneshëm këto. Praneshëm kanë qenë këta. Mandej po besoj që e keni telefonu edhe policinë, ta kanë marrë shpejt, ajo kanë marrë deklaratat. Po me lajmëru policinë, kanë lajmëru, këta të vështërës për Allah nuk e di në, për 100 minuta kanë marrë nuk e di. Së tregove që se kanë këto? Po nuk jem konë në këto, nuk e di për 100 minuta, veç e di në pas minuta që ma shpejt e marrë në pej Mitrovice, se këta që nërë për vështërëja. E me krahasu me distancë, a janë kanë të ma larga të Mitrovice?
Mitrovic ku jem konë në distancën 10 km se 12 km kam qenë, këtu ma mërmenja 2-3 km si ko ma shumë. Stacionin, stacionit policor. Pa ata e kanë rru edhe kër e kanë pas sëlvin, e kanë rru bashkuën e ndrimit. Bashkuën e ndrimit zyrtar policor, e që ato ka mujt me pas ngecje pak, për shkak se ata kreti kanë planifiku, edhe me ndrem kuën e policisë ku ndrohen a vedin që me pas vënesa policia e krejt. Okej, e deklaratat prindve janë marrë atë nota? Po, janë marrë. Po ashtu me atë që keni mujt me marrë vesh, a është arrestu dikush ose a është konfisku naj mjet me qëra su krye dhe vepra? Sa kom mujt me marrë vesh për mjetët të informimit për policijë jo, se s'kom besedu me askën, në mater me 4 rota, dhe me honë që dësho që qaj e konë pjesë e sulmit me qatë mater, kanë konfisku, ta shau kona, so kona e mbejt e tërgonë të sigurisë se nuk e di. Së unë më thë dhe unë dëtoj se s'di sa më sigurt, jo, nuk kam asë një informat. E kështu vazhdo dhe në pjesë të tjera të shpisë edhe me po gjendja që shukon atë? Po. Në jemi në katin e dytë edhe apo nga të regojnë, po e shumë një shenjë po mandetoj, apo nga të tregon ti? Po, në këtë pjesën këto ka godit, një këto, një në këtë pjesën këto ka godit, edhe një këtë pjesën ka që një këto, edhe një këto, veç që ka rohë së dalë, s'ka mujtë me dëbërtu për jashtë, veç këtë pjesën e maltere që e ka qitë këninaj, dhe ma në shien, edhe ajo pjesë ato që këtë plunë që të pej kohët që është e vrima atje e vrejhet shumë mire. Në cëllën pjesë të shpisë ka rrugë atje. Kanë mua dhe ty e kemi pas dhe intervistë që kemi bo ma herë që të kanë fizikisht edhe në pranit vajzës të mitur, edhe apo më të regojnë deri me tash qëfar masa e në marra, është arrestu dikush, a ka dyshun, ma e ca ke arrit me kuptu? Ka me siguri tash, po me thëmë sakt, ka dyshun, po qarë masa që në marrë, ase pa e në procedura hetimora, ato së mëna me full, se në realisht edhe nuk di, po edhe qa mere se dhe ku kanë shku e se në zhvillu hetimet nuk di. A më dhe më unë edhe atër kam qenë ca kësimet tëne, po edhe atë notë ca kësimet se që ka rredhe me mota nga bëm që kanë menufti ata se zakonisht e qësë mëro pa shpije kjerën për shkak temperaturat me në gjesë në zetit, më ne qësë zakonisht në altë, ata kanë menufti që në shpje, se ca kësimet dhe më konë gjithë më nëne. Edhe me dojtë njësë të një kur kanë sulme ato son, po që kanë menu që je këto? Po, normal kanë menu që jem këto, ose edhe, po ca kësimet edhe atë notë jem konë nëne, edhe po të tërga puna krejt familja. Krejt familjen dhe më thonë, jo veç mua atë notë, po të gjithve. Po, përveç sulmit ta toson, ma ndje edhe fizik që ta kanë bërë ty në pranit vajzës vogël, edhe bashkëshortën tëne, nga të regove që e kanë për ndjek. Po. A nga të regojnë ma shumë detaje në lidhje me këto? Me datën e 13, në fillimisht një ditë ma herët, unë e këmë të regu shoqës që kur që kanë qirë dhe da di me për cilë, mos për e flugët dikush, apo për e në të me nalë me kërcnu se diçka, se e këshim për ndikë edhe dhe ditë ma herët. E kam për cilë, po kjo se ka vrejta, po këtojnë e ka vrejt njërën e mater, dyher, po se ka ditë edhe kjerët ndryshme, po kër e ka ditë që i këmë të regu një ditë ma herët, ta najtë dhe më unë të datën 13 ka ro ditë e prante, edhe më ka thirë me njëherë. Unë e këmë la i vëru me njëherë policinë, edhe qatë ditë dhe më unë e kanë arrestu 2 persona. Një ka qenë i moshës 30, dhe më madhore 19 vjeçare, dhe një tjetër 17 vjeçare. Për përndjekje? Po, për përndjekje. Qa di për mjetër të informimit, që një është arrestu, i ka marrë 30 ditë është para bërgim, një kanë shumë procedur të regull, që e 17 vjeçare që është i mitër. Edhe a janë edhe këta të familjes Gërbeshi? Antar të familjes, a? Një për Abdullah Gërbeshi, dhe më unë djali Tajer Gërbeshi, Tarjanit Gërbeshi. Do të thonë, basë kësaj që po thu, këto sulme, edhe s'pas pretendime tua? Ja, si n'bas pretendime mja, po saktë është për tyne. Se edhe mas jem dalë në për spitali, kër jem shku e kom qu qikën në shërë dhe e kom po levizet që në rejnë shën kjerët të më për cilë e kështu, ka pos levizet edhe ka shpia kësaj dhe. Edhe mas sulmit fizik, ka pos për cilje? Për cilje kësaj dhe ka shpia, për qytet e ka jem dalë krejtë më kam për cilë. Në më hujtë të, në altë këmine.
këtu. A dy aso kanë mujtë me dëpërtu të njëjtën kohë, edhe një këto. Që shamën këtu, këtë pjesën këtu. Po më duket që është edhe ndritaren tjetër një plan që ka ardha. Po mi shtrat të vojzës që të këtë pjesën që këtu dallohet. Tash a një a dy kanë dëpërtu për e herë ato, Po. më mërmenja që dy kanë mujtë me qenë se qenë këtë pjesën këtu. Ta për i këtu të shtrotu i vojzës, shien edhe atje, so për e kanë mujtë me godit nuk e di. është edhe këtë pjesën në këtu, edhe nalë që po dihet këtu nalë të në atë pjesën atje që kanë godit për e. Pjesën të pasqyra këtu nalt. O zoti Osmani, kjo nuk është doma vetme që ka shenja tjera, ka edhe në doma tjera. Po. Edhe në pjesën kotën e tretë, pa ato ma pak ka. Që përshihet që gëgja kanë arë në drejtën shtëpisë. Po, një kator sa u vrejt edhe në ngjëzime, dëmon deri ka harxhu krejt komplet një kator. Rreth 30 fishek.